Një operacion I koordinuar nga specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme ka çuar në kapjen dhe arrestimin e 2 shtetasve turq, të cilët shfrytëzojnë për prostitucion 2 shtetase të huaja, njëra nga Turqia dhe tjetra nga Azerbajxhani. Ky operacion u realizua pas veprimeve hetimore të kryera në bashkëpunim me prokurorinë dhe mbështetjen nga inteligjenca policore. Në kuadër të operacionit, autoritetet morën masa për arrestimin e 2 shtetasve turq, Marel Hasyanov, 31 vjeç, dhe Sinan Bolat, 27 vjeç, të dy të shpërndarë dhe banues në Tiranë, të cilët janë vënë në pranga për veprën penale shfrytëzimi I prostitucionit kryer në bashkëpunim. Ata shfrytëzonin 2 shtetaset e huaja, një 27 vjeçare nga Turqia dhe një tjetër nga Azerbajxhani, të cilat ushtrojnë prostitucionin në një apartament në zonën e rrugës së barrikadave në kryeqytet. Pas operacionit të realizuar, janë sekuestruar shumë të mëdha parash të përfituara nga kjo veprimtari e paligjshme. Konkretisht janë konfiskuar 2500 euro dhe $200, si dhe 3 celular që përdoren për menaxhimin e aktivitetit të paligjshëm. Po ashtu, është ngritur një procedim penal në gjendje të lirë për 2 shtetasit që ushtronin prostitucion, të cilat janë proceduar përkatësisht sipas ligjit. Ky operacion është një rezultat I intensifikimit të përpjekjeve nga ana e policisë së shtetit për të luftuar dhe parandaluar trafikimin dhe shfrytëzimin e individëve për prostitucion, si dhe për të mbrojtur viktimat e këtij fenomeni kriminal. Materialet hetimore janë referuar tashmë në prokurorinë e Tiranës për hetime të mëtejshme dhe për të përcaktuar përgjegjësinë penale të gjithë personat të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.